Do të flasim si për atë të Alibej, dëshmit që ka dhënë ditën e sotme për çesdia dhe akuzat e tjera ndaj Zotit Meta, por edhe shpërthimi një ditën parë në burgun e sigurisë së lartë në Fushkryj. Kam të ftuar dy njerëz që njohin mjaft mirë çështjet e sigurisë dhe jo vetëm, kam Aida Topallin, gazetare, Aida faleminderit kënaqësi, dhe avokati Dael Beqiri. Beqiri, faleminderit kënaqësi që të kam gjithashtu. Beqiri, duhet të hapim një çështje që ka marrë edhe pjesën më të madhe të vëmendjes të opinionit publik. Dosja ndaj Zotit Meta, i cili është marrë zyrtarisht i pandehur. Çfarë mund të themi për tre akuzat që janë ndaj tij? Po, janë tre akuza faktikisht që janë të kopsitura mirë nga ana e SPAK. Janë ndërtuar mbi bazën e tre kallëzimeve penale. Evidentoi faktin që këto kallëzime penale, ndryshe nga të tjerat që kanë qenë vetëm një kallëzim, më thënë, shkruaj ca faqe dhe dërgohen në SPAK, këto s'kanë qenë thjesht kallëzime, por kanë qenë të mbushura edhe me prova, me fakte, me dokumente, me gjëra që kanë qenë dhe që i afronin SPAK-ut edhe dëshmitar okular, që duke i pyetur ata, kishte mundësi pasaj që të shkonte drejt së vërtetës dhe dyshimin e arsyeshëm ta bënte provë, kam parasysh, domethënë, edhe kallëzimin penal që është bërë në këtë formë, siç u thash juve dhe që u formësua dosja e Qes Dias prej Karajt, avokatit, i cili ka bërë një punë jashtëzakonshme në këtë drejtim, ka sakrifikuar shumë, ka sakrifikuar shumë, madje edhe ka rrezikuar shumë, edhe nga jeta e vetë, e familjarëve të vetë, por arriti që më në fund, pas shumë peripecish, ajo dosje të merrte rrugën e duhur dhe ne tashmë e shikojmë të provuar që në aferën e Qes Dias deli implikuar rend Ilir Meta, dalin të implikuar disa bashkëpunëtorë të tij, por faktikisht dalin të implikuar edhe me të drejtë njerëzit, edhe ata që janë të ligjit dhe që e njohin atë dosje dhe që dinë të vërtetat e asaj dosje, janë të befasuar në fakt dhe për të mos thënë që janë të zhgënjyer nga SPAK, që nuk ka marrë të pandehur edhe Shkelzen Berishën, i cili po tek afera e Qes Dias, në 6.2 milion euro që janë marrë nga i Kalaj, ato kanë shkuar tek Shkelzen Berisha dhe ato shkuan thjesht dhe vetëm sepse Qezi, kur ja mori keshit energjetikën e vendit ton, ata kërkuan që Shkelzen Berisha edhe njerëz të tjerë afër Berishës, njerëz të tjerë afër Ilir Metës, ata të ulnin çmimin e energjisë elektrike, ta merrin me një çmim të ulët. Ishte 2.04 dhe ata morën me 0.40 ca, domethënë. Edhe